Njerëz, mirë se na erdhët prapë në këto episod të ri të Marketing 3.0, këtu Els Designeri me Gjergj, Me Gjergj prezantohu pak njerëzve që futen për herë të parë edhe na shohin. copywriter me një që shes lopatën për këta që gërmojnë për arë në marketing. Unë kam lopata, thotë ai. Të kesh marketingun, të kesh copywriting është ai që shet lopatën atyre që kërkojnë për arë. Këta që kërkojnë për arë janë bizneset, edhe lopata që duhet për të gërmuar është copywriting. Kështu ka thënë një nga, nuk e di se kush kanë këta. Nuk ka Një nga rëndësi. këta të zgjuarit. Nuk na duhet, kemi hallet tona, kemi problemet tona. Edhe Përshëndetje Sklever të të suksesit, të grindit ditor. Sa po kaluam këtë hallin e madh të zgjedhjeve tash. Dhe japimi. Po. Dhe Është bërë një depresion i gjallë ai LinkedIn nuk futesh dot. Ja, pse? Edhe me njerëz që shkruajnë duhet atë iki, atë ri. Çfarë të më shty më atë ri? Se mos vini mua te dera. Se jemi akoma në fazën që ku duket njëri domethënë me nivelet e lekut në janë no LinkedIn, no LinkedIn. Këto janë nivelet e lekut të pasurisë. Domethënë fillim fare që s'ke filluar akoma, pastaj je në LinkedIn bën lek, pastaj kur bën lekët s'bi më mendja për LinkedIn, vazhdon vetë muhabet. Sa do e thoja që është edhe kontingjenti i LinkedInit i tillë, se vallai po të kishte miqt, nuk do ishin LinkedIn. Mirë Gjergjo, hajde fillojmë shpejt këtë episod sotëm. Cila është tema për sot? Tema për sot është kjo, fushata zgjedhore e gjatshme, edhe do të fillojmë me do na e bësh kështu duket episod, kështu podcast muhabeti, kafe. Muhabeti kafe janë këta që rrin që duke luajtur domino këtu ke lagja përballë, bën ato muhabet në politikës, domethënë zgjidhin halle. Kush është Majduti? Kush Majduti, domethënë edhe me atë pasionin e mos që ore diun këtë muhabet nuk të shfit. A kupton? Tregon mu ti. Sa do të mos tregon mu. Ta që luajnë domino në politikë gjitha. Kjo, por ne jemi profesionistë. Me thonë drejtën unë se kam ndjek fushatën fare, as nuk u mora vesh se çfarë bëj, nuk u futa në detaje në për këto. Mirë, çik detyrat e shtëpisë ke bote. Kështu që ta fillojmë edhe episodin, përshëndetje të gjithë njerëzve me vizë të gishti. Ajo që pash në ai sa më kapi syrin mu, domethënë ishte që kjo betejë këtë herë ishte mes të themi njëra forcë politike, ishte një qendër e madhe tregtare me fast fashion, me bombasticitet, me vipa, celebrities dhe me atë vizionin për modernen dhe asnjë lloj thelbi, dhe nga ana tjetër ishte një forcë tjetër politike që ishte se ai dyqani i lagjes që shet rroba second hand që i sill dikush nga jashtë, nga këto rroba të dhuruara aty ose ato gjonat e vjetra që vdesin pleqt për shembull, edhe ato që ngelin në shtëpi dalin në ankandu se i shesin ose që i bojnë. Edhe kjo ishte lufta, domethënë një super qendër tregtare, gjithë shkëlqim, gjithë pompozitet, brand, lek. A kupton kështu domethënë? Ja pas ke dhënë notën ti marketingut që tani më duket. Është fiks kështu ishte domethënë lufta mes nda mendin. Lufta ishte mes një super qendre tregtare me gjithçka brenda nga pikpamja materiale. Me barkod. Dhe me ato vitrinat në hyrje kështu nga dyshemeja në tavan. Edhe me rini bosh, edhe nga ana tjetër ishte ky, domethënë dyqani gjasme do me bosi butik, po ka domethënë është komplet i mykur në mendësi, komplet mbrapa, pa pik brandi, pa pik domethënë oferte, pa pik te pazari i madh, te tregu i madh janë ca dyqane që i kanë ato rrobat kështu për dhe. Po, edhe kanë tabel, edhe butik. Edhe kjo ishte. Edhe kjo qendra e madhe tregtare ishte plot me oferta, pensioni 200 euro minimumi, rroga 1000 euro, do thonë 7% ulje,
u çmend pronari që Vdes. Vdes kur ka mesazhe çmimesh. Kur ka çmime unë vdes. Kur thon këto do ja bëj kaq të ardhurat në xhep. Bombastike, domethënë komplet. Gjithë ta në Amerikë pas kanë qenë budallënj që s'japin këto lloj ofertash. Kur e thuaj valla sa lek do kem xhep fund muajit. Ku ka më mirë? Po, kishin bërë një gjëja e mirë që kishte bërë kjo qendra tregtare ishte që kishte bërë një lloj segmentimi të mesazheve. Nga pikpamja e mesazheve ishte bërë një segmentim ku të gjitha kategoritë vetëm fal Gjergj, se do të ndaloj se kemi kaluar te minuta 5, po më thuj pak për mua, për shembull diasfor që edhe nuk e vras shumë menin, edhe si kam pa shumë, po i kam bërë detyrat e shtëpisë, normal do bëj epizodin. Dhe objektivisht do merrem vetëm me marketingu, s'do të di për gjëra tjera. Po. Ma thuaj pak kush është kjo qendra e madhe tregtare dhe kush janë këta të dorës dytë. Po vetë ka nevojë fare. Po ne do i themi, se unë do i them për dizajnin, unë do kem hapur vëlla, unë s'kam asgjë me vetëm nga ana estetike. Domethënë qendra e madhe. Burrat mirë, çunat mirë, gocat mirë. PS-ja ishte kjo qendra e madhe tregtare, plot me gjëra të reja. Pra, ma mori mendja po që me veshje, se mund të ketë kuptoj ndryshe. Me VIP-a që i bëjnë reklam kësaj ofertës që ka kjo qendra tregtare, me të ishte mesazhi, teksti që është përdorur. Në të gjitha. Domethënë edhe nga mënyra se si vishen, edhe nga mënyra se si flasin, nga mënyra se nga kategoria njerëzve që ishin aktiv në fushat, edhe në terren, edhe në social media, mënyra se si u komunikuan me këto mediat, me këtë fjalor, me këtë përqasjen e re, gjasme kështu më chill, më rehat. Si është përqasja e re, për ata ishte mandati 4 te 5. Ato me këto ofertat 200 euro pensionet minimale, 1000 euro rroga minimale. Sa do kem xhep fund muajit? Atë tu. Nga tjetër pastaj ishte PD-ja. Me ai PD-ja i dyqanit, domethënë me gjonat përdorme, domethënë që kanë 30 vjet, që do me bë sikur do sjelli vlerën, sikur domethënë edhe ishte fiks muhabeti, domethënë që mua u dukshë sikur Sala ishte ky që ka një shokun e vet në Gjermani që i sjell këto rrobat, edhe ka këtë dyqanin që i shet domethënë, edhe kurse Luli është domethënë mirë dhe lirë, ama mirë dhe lirë. Kurse Luli është thjesht domethënë tipit që nuk di me bëu asgjë, po është thjesht nipi i këtij burrit që ka këtë shoku në Gjermani, edhe rri këtë dyqanit e shet, e kupton? Nuk ka si merit, po është thjesht i njohur i tij nipi edhe ka të pozicione. Çfarë të bën ty të mendosh që është ky lloj dyqani, kështu që marrë këto mallrat? Cila është specifikisht mesazhi? Ku çalon? Sepse nuk ka asnjë gjë, nuk ofron një gjë të re. Dhe atë që po thoja ishte, nga njëra anë ishin këto mesazhet që oferta 7% ulje me 200 euro pensionet, edhe një lloj, domethënë, marketingu që të paktën kishte një ofertë brenda, okay? Dhe nga ana tjetër ishte ky dyqani që nuk ka asgjë për të ofruar, po thjesht shan qendrën tregtare dhe këtë dëmin që sill ka qendra tregtare me domethënë sepse si thua që dëmi që sill qendra tregtare me këtë që dëgjose fast fashion i dëmton kapitalizmi, dëmton njerëzve, dëmton ambientin ku dëgjon se çfarë do. Ato do tipike. Bli local. Po vetë ka asgjë për të ofruar. Dhe është nga ata që ngul këmbë tek e vetja, këta njerëz domethënë që ngul këmbë tek e vetja që nuk e duan të ren, që thonë që ama se kjo gjëja është, dhe mund të ketë një lloj vlere vërtet tek ajo që ofron ai. Këtë një lloj vlere. Po çështja është që njerëzit në fund ditës nuk duan vlerën, ata duan veshin i qoftë bukur. Duan ta gënjejnë, ta mbushin menin me një lloj iluzioni, duan të kenë një punë vet, kanë interesin e vet. Dhe ajo që po thosha ishte që të paktën kjo qendra tregtare kishte segmentuar mesazhin në të gjitha kategoritë e votuesve. Edhe pse pati qyfyre të tilla si ishte një reklam, një City Light janë këto reklamat e mdhaja që ti kuptoni njerëz që janë në qytet tek autobusat për shembull, dhe thoshte që
do mbështesim agrobizneset a bujkuna, nuk e di se çfarë do më thonë, ishte një ide kështu për mbështetjen këtë kategori, edhe ky stilajt ishte vendosur në mes të qytetit. Kush ka bër media buying aty, pas ka qenë tap. Kush është grupi interesi në qytet apo Megjithëse pas ka bën mes bllokut. Këtë do e shohin, mund të qenë. Se kanë për ata që pina shashë po. Tani, mund të qenë në mes bllokut. Po jam nga këto kota kap ras plas futi posterat me vende dhe shpërndajnë nëpër të fare janë si Aty është edhe më shtrenjtë se ta kishe çu në periferi edhe ku mund të ishin ata lektorë, do e kisha më lirë. Do të qenë mendimi që këta që vinë që shesin qumësh njerëz të shohin edhe këtë poster tu do votojnë për qendrën tonë tregtare. E pas ka fikse tregulli këtyre. Kurse ky dyqani gjërave të përdora, domethënë ishte me këtë që unë s'kam asnjë gjë për të ofruar plago, po ky është e keqja më e madhe, kupton, na lojnë këtë se ata një mesazh më duket se e kishin, që ishte Make Shqipëria Great Again. Po këto më sa ne se ishte si dizajn që është marrë në Figma, po nuk e ke ndryshuar asgjë. Në të Canva e ke marrë aty edhe thjesht i ke ndryshuar tekstin, e ke thonë e du për këtë gjë time tash. Edhe që si ke ndryshuar, pak të ndryshojnë e gjë atij mesazh. Çështja është se ke marrë shablon, siç e ka thënë i madhi presidenti jon, e mos shaplikën. Do shpesh marketing që neve marrim, domethënë huazojmë fushata nga çka kanë bërë tjerët. Unë s'e kam bërë vetë asnjëherë, domethënë ka ardhur zor me ju tregu klientëve që një gjë. A të bëj filan gjë që ka bëu filan. Po edhe po e bëre nuk e merr nga diçka që është super popullore si ajo Trumpit. E merr diçka. Po që kërkon kështu në vende të tjera. Normal. Po që gjë diçka dhe sa jo është, ose e thu për shembull që. Okej, kjo. Kurse ky mesazh do thënë këtyre dhe tash dhe nga ana e gjuhës e të folurit, do thënë që qendra tregtare të paktën mund të them që kjo qendra tregtare kishte një boshtë komunikimi. Domethënë kishin vendosur një strategji që okay, tani do bëjmë këtë rolin cool, do bëjmë rolin e një brandi, do bëjmë si brand në social media. Okay, pra ka pasur konsistencë, i kanë qendruar uniform të njëjtit mesazh. Do bëjmë si cool, do vishemi kështu, do komunikojmë kështu, kemi këtë gjuhë, kemi këtë lloj përqasje, edhe mirë keq, domethënë e mbyllën, a kupton? Përveç lëvizjeve të tjera në terrenet, domethënë ja është pjesë e lojës. Kurse këta të tjerët pastaj ishin komplet, domethënë po ajo gjuhë vjetër politike, po ajo përqasje pa si lloj oferte, po domethënë vetëm me shpresën që inshallah ju ka ardhur majt hunës ky tjetri aq sa të pranohet të fitoj oferta ime, edhe ndërkohë studimi i tregut ishte zero, sepse qendra tregtare përveç tjerave kishte bodhi super studim tregu dhe i kishte rënë lapsit. Dhe lapsit i kishte rënë duke me llogaritjen e është mënyra se si fitojnë ata çdo 4 vjet dhe njerëzit harrojnë. Mënyra është kam dëgjuar dhe unë që kanë pasur një tip CRM-i shumë të mirë në ndjekjen e tyre, sepse votën po e marrim si blerje dhe klienti potencial është votuesi dhe CRM-i është ai që ndjek gjithë relacionin me këta. CRM, s'ta fol kështu tash CRM. CRM, më fal, CRM. Domethënë CRM-i që CRM është që ishin patronazhistët. Është një sistem që ti ndjek blerësit në çfarë pike është blerësi në atë udhëtimin e tij, domethënë çfarë pike është blerësi. Pasardhë për njerëz, no? Dhe tani këta kishin bërë tamam jo vetëm studim tregu, këta kishin në lapsit tamam fare. Dhe është ajo që bëjnë çdo 4 vjet. Dhe ideja është që neve nuk kemi një minimum pjesëmarrësish në zgjedhje që zgjedhjet mos quhen. Për shembull, nëse nuk merr pjesë 50% e popullsisë në zgjedhjet nuk duhet të quhen vlefshme. Neve e kemi hequr këtë. Domethënë, edhe me 43% nuk e di sa kishin marrë pjesë. Okej, po nuk është se ndryshon shumë edhe me vendet e tjera. Ndryshon shumë. 40-50 është pjesëmarrje. 43% kishin marrë pjesë, më duket. Tani ç'a ndodh? Këta qendrës tregtare shkojnë që të gjithë për të votu. Pse? Sepse janë njerëz që kanë interesat lidhura me qendrën tregtare. Janë punë ke qendra tregtare, kanë të afërmit që janë punë,
ose kanë bizneset vetë të lidhura me qendrën tregtare. Okej? Dhe këta njerëz janë diku 700-800.000 veta minimumi. Po, 750.000. Okej? Përveç këtyre janë edhe një kategori njerëzish që janë ca mosha që tuat të ikin votojnë, po kanë i notin me pronarin e dyqanit vogël. Edhe vetëm që mos vi pronari i dyqanit vogël, ikin e votojnë për në tjetër, në parti tjetër, në budallik. Ta zakonisht s'votojnë hiç. Përveç atyre që s'votojnë fare. Okay? Ata bëjnë atë vendimin që kurse nuk po blejgje. Po, kurse pjesa tjetër e dhe këta mjaftojnë për të fituar çfarë do lloj për të fituar të paktën shumicën. Edhe pastaj këta gjithë luftën e bën për pjesën gri. Pjesa gri janë ata që nuk din për çin votojnë, shkojnë atje s'marrin vesh si gjë, edhe këta e bëjnë atë shumicën dërmuese pastaj. Do të thotë që duan ato 83-84 vota për kushtet për të bërë këto ligjet një farë niveli që duan një shumicë mjaftueshme votash. Nëse s'po flas për këto ligje. Kurse dyqani shkote me menin që ore këtyre ka ardhur, robi ka ardhur majt hunës kjo qendra tregtare, do votojnë për mua tani sepse kjo qendra tregtare pas ka vjedhur, pas ka bërë, dhe nuk kanë bërë asnjë lloj matje, asnjë lloj psikologjisje të njerëzve që janë aktualisht që jetojnë brenda kufirit të Shqipërisë, sepse këta që jetojnë këtu sot janë njerëz të cilët kanë rehatin këtu. Kush nuk e kishte rehatin këtu? Kush kishte i not me qendra tregtare, ka ikë baba. Nuk janë më ata njerëz të pranishëm. Sepse edhe ka kaluar shumë kohë. Dhe ata që ka ardhur qendra tregtare në qytet. Janë këtu. Dhe ata që janë këtu dhe mund të kenë not me qendrën tregtare, janë njerëz ose shumë ngarkuar me punë që politika nuk e oprish fare terezin financiare sepse janë të vendosur mirë, të pozicionuar mirë me punë. Ata nëse janë mirë financiarisht, domethënë që po jetë ka mirë. Po, është lloji njerëzve, domethënë tipi që do jetë mirë kudo. Edhe kanë ngec këtu për 1000 arsye. Janë i dorë njerëzish të cilët besojnë akoma që me ndrimin e pushtetit diçka do ndrojnë jetën e tyre. Janë sa kështu, domethënë njerëz delusional në kuptimin përtej logjike, sepse kur e delusional, po janë kështu përtej çdo lloj kufiri delusional. Edhe kjo kategori e dytë, domethënë, voton për këtë dyqanin e mykur, po çan nuk është se ngërpi uje, nuk është se kanë një fuqi për të ndruar pushtetin. Edhe kjo ishte domethënë të paktën në plan të parë marketingu dhe besoj fakti që ky dyqani nuk ka pas një marketing të hajrit. Mund të ketë 1 milion arsye, domethënë mund të jetë thjesht çështje mentaliteti për të mos u fut pasaj këtyre muhabeteve që këta janë bashkë me njëri tjetrin edhe ky e ma dyqanin kështu cop që njerëzit prapë të shkojnë ke qendra tregtare sepse ky qendër tregtare. Atë se dim ne po gjikojmë vetëm pjesën e kanaleve të mesazhit, cili ka qenë mesazhi, si janë ndjekur këta njerëz, domethënë edhe domethënë nga në vizualisht, domethënë po duam t'i vëmë në dy metafora me të dy metafora fizike, marketingu i njërit kishte gjithçka, domethënë kishte super televizion, super video, super postera. Atë që kishte domethënë. Shiko, sa do e bëj çikun atë pjesën e dizajnit, po nuk është edhe aq. Me thënë drejtën, mua ka zgënjur pak kjo qendra tregtare. Po them në kuptimin e atë që shohin njerëzit, domethënë ky ishte vizualisht si të diçka më të bukur, domethënë kuptimin ca ngjyra ca kështu, kurse ky tjetri ishte kështu akoma me flet palosi, domethënë akoma ishte ajo diçka e lodhur, domethënë është fiksa ai xhaja që ka një biznes, domethënë prej shumë vitesh që nuk i futet më asnjë gjë e re në kokë, edhe vazhdon domethënë që një gjë do të bëj ca flet palosje për ato. Edhe ky ishte marketing. Për mua të paktën domethënë fushata kjo ishte. Se ti përmende që i kishin ndjekur pjesën e votuesve a do shkonin në votim, këto janë teknika shitje që përdoren edhe në industri e në treg,
një ditë para, 3 ditë para e kujton, a do vish në votime, çfarë duhet, a do që të çoj unë, ka pasur, më duket, edhe kështu nga kërkimi im ka dalë që kanë bërë gjëra të tilla. Domethënë kanë qenë gjithmonë aty për t'i ndihmuar, edhe në disa vende kam lexuar që ata të PD-s për shembull shkonin edhe kërkonin filanin se nuk e dinin ku ishte, ndërkohë ai PS-s ishte aty gati dhe i thoshte ke andej atë. Domethënë aq shumë ishin të fare në teren. Po qendra ka lekë kurse. Po, okay, mirë, po thjesht duhen trupa. Trupat do të gjenden në Shqipëri. Kurse këta dyqanet ishin gjithë kështu ose njerëz të përkushtuar, domethënë për misionin, për çështjen, ose njerëz që shpresojnë se okay. O gjë që ne folëm për këta dy, po ishin disa parti. Kishe mundësin, kishe bashk, kishe nismën Shqipëria Bonet. Këta tjerët pastaj ishin këta dyqanet e Turo Aluminit, a kupton, ishin këto kategoritë kështu që s'kan lidhje fare nuk kanë lidhje fare me ndryshimin në kuptimin e potencialit të vërtet, jo vetëm në udhëheqje, po njerëzit nuk besojnë ke do të thonë mungon. Cili ka qenë mesazhi i tyre? Se mund të qenë pak i ndryshëm, po si parti e re dilte me një mesazh, një sektor mesazh. E di se janë to partitë e treta, janë si këto ke pas keni dëgjuar, me siguri që keni dëgjuar këto bizneset me ato histori suksesi. Ke parasysh që kemi ne ca biznese me histori suksesi. Case study. Case study. Domethënë histori suksesi, për shembull biznesmeni i suksesshëm, ose ky akademiku i suksesshëm, ose këta. Këta njerëz plako që se ora, populli mund mos jetë akademik, mund mos jetë po flasim për key person of influence. Për një biznes që mund të ishte CEO-ja, por në këtë rast është kryetari i partisë, që është key person of influence. Tash muhabeti qëndron që njerëzit në vetvete e kuptojnë që, ora, ky tipi mund të jetë i mirë për veten e vet, po kur të vinë pushtet, ky nuk ka njerëz që ta vënë pushtetin në lëvizje, një parti e vogël që ka vetëm një njeri në krye që sjell një program, do të ketë edhe njerëzit që do ta zbatojnë këtë program. Do të ketë edhe profesionistët që do të zbatojnë këtë program. Nëse vjen një parti e vogël në pushtet, ati duhet harxojë 2 vjet për të gjetur njerëz që të vënë programin në punë. Si do të zgjedhë njerëzit që të vënë programin në punë? Nuk ka si lloj, më kupton, nuk ka staff, a kupton? Tipi që me tashmë. Këto janë bizneset e reja. Këto, me thënë drejtën, nga të gjithë që kam parë unë, që kam kërku, nuk është se kanë përmendur pjesën e kemi staff, pra nuk është se kanë ndjerë që ka qenë kjo dhimbja e atyre që nuk e votojnë për ta. Ata më shumë janë përqendruar tek ata janë ajduta, ata janë ish ajduta të tjerë, dhe ne thjesht nuk kemi të provuar akoma, dhe jemi profesionistë, se kemi pasur punët tona, nuk kemi bërë lekët në politikë. Me që jemi ke paralelizmi i dyqanit edhe i qendrës tregtare, domethënë neve si popull fatkeqësisht nuk kemi në gjendje të prodhojmë një brand veshjesh, më kupton? Domethënë një dyqan, domethënë nëse ne kemi një qendër tregtare edhe një dyqan gjërash të përdorura, nuk kemi në gjendje të prodhojmë një Gucci, një Armani, një Prada, një Adidas, një Nike, një dyqan të tretë, domethënë që të jetë autentik, që të sjellë gjithmonë diçka të re, që të jetë cilësor, që të ketë ofertë që pi ujë dhe të jetë e vërtet, që të jetë diçka që i reziston kohës, që të jetë diçka që ka një vlerë brenda, që të jetë diçka që të ketë një mision. Neve nuk e prodhojmë dot këtë, fatkeqësisht. Nuk e kemi prodhuar kurrë, dhe s'kemi për ta prodhuar dot kurrë, sepse 30 vjet po të ishte puna për të pasur një konkurrent të tretë mes qendrës tregtare dhe dyqanit të rrobave të përdorura, do e kishin prodhuar. Leje ça thonë që jo, po këtu zbohet se këtu nuk të lejnë, se ja u nisek nëse do kishim ne kapacitetet, nëse do ishin njerëzit për të prodhuar një brand të tretë, një parti të tretë të madhe që të ndryshonte çdo gjë, do kishte ndodhur. Do ishin bërë njerëzit bashkë dhe ato e kishin bërë. Po neve edhe dhe ka plot njerëz të mirë
dashamirës, profesionist shumë të mirë që mund të bëjnë një parti që të ofrojë diçka të re dhe nuk e bëjmë dot sepse partia kërkon leadership dhe hierarki dhe ne kemi shumë të vështirë të ndërtojmë hierarki, të jemi poshtë dikujt ose të pranojmë edhe qofse sikur të 100% këta pjesëtarët e kësaj forcës së tretë të ishin njerëz dashamirës, njerëz të përkushtuar, njerëz shumë funksionalisht, neve jemi komplet, domethënë off. Nuk kemi shumë të zorshme të funksionojmë në hierarki. Hiq rastin kur në majë të hierarkisë është një person arrogant, është një person intrigant, është një person i cili përdor lloj-lloj mënyrash për të qëndruar në krye dhe që mban gjithë piramidën e hierarkisë funksionale pastaj. Ky është vetmi rast. Dhe ky ka qenë i vetmi përjashtim ka qenë Fatos Nano, i cili kishte përreth në periudhën e tij kishte përreth kishte një parti të mbushur me ekspertë dhe me akademik të gjitha fushave, ekonomist, mbrojtje, financë, çfarë do lloj gjëje tjetër, dhe nga ana tjetër ishte dhe Sala, i cili kishte një parti të mbushur prap me ekspertë të financës, të ekonomisë, të çfarë lloj fushë tjetër, por mënyra se si e menaxhonin këta në partinë ishte ndryshme. Tosi ishte më i lirshëm, më i hapur, ishte tjetër model politike, Sala ishte akoma kulti i individit. Dhe modeli Fatos Nanos ra, nuk mund të ekzistonte. Dhe pësoja u kthyer prapë një tjetër. Si ma thekte pjesë sikur e di me dal tash me thonë Make Albania Great Again si kohën e Tosit. E kam fjalën që domethënë nga pikpamja, që të kthehemi nuk po diskutoj politikën, ti po flet për organizatën, për kulturën organizative, për këto. Flas që mu ma ka qefi, ma mbush zemrën, ma kënaqsh kur më flet për pjesën e mesazhit, për çfarë kanë çalu këtu, çfarë është bërë gabim këtu. Aty të dal. Dhe problemi qëndron që ky model i Tos Nanos, domethënë ky lloj brendi, a kupton? Nuk mund të ekzistojë në Shqipëri sepse nuk ka kërkesë për këtë lloj brendi. Nuk ka nevojë për këtë lloj brendi. Mbas edhe s'ka besim te kjo gjë. Nuk beson njëri që mund të dali me sukses, je shumë i dobët. Ma beso, nuk është çështje besimi, është çështje nevoje. Do të thënë po flasim prapë për marketing. Marketingu plotson një nevojë që ka sjell një produkt që mbush një nevojë që ka tregu. Nuk është po nevoja është që të fitohen zgjedhjet. Tash kjo është nevoja. Nevoja përpara se të shkojmë ke nevoja. Njerëzit votojnë për ne, kjo është nevoja. Përpara se të shkojmë ke nevoja për të fituar zgjedhjet është ka populli një nevojë të caktuar. Nevoja e popullit është të udhëhiqet. Okej? Tani kjo është nevoja e popullit, është që të udhëhiqet. Dhe modelet që do populli që të udhëhiqet janë vetëm kulti i individit. Kaq. Sepse po të kishte një lloj nevoje tjetër, do të dilte dikush dhe do ta plotësonte. Dhe pastaj nëse kjo nevojë do zmadhojë do rritej me kalimin e kohës, më kupton? Atëherë populli do blende kjo pala e tretë që ofronte këtë modelin që populli do kishte nevojë. Në momentin që nuk ka një kërkesë të tillë, nuk ka dhe kush ta ofrojë. Edhe kemi nevojë o për qendra tregtare o për gjona të përdorme. Kjo është ideja. Dhe këta të dyja e kanë gjetur këtë nevojën e tregut dhe secili ofron atë variantin e tij për të kapur atë market share-in e vet. Edhe kjo është muhabeti. Dhe pastaj në bazë të tregut që këta i adresohen, është edhe mesazhi. Njëri flet me oferta, me pompozitet, shet një ëndër të madhe europiane e budalliqe tjera edhe domethënë ato tipiket premtime elektorale, domethënë se është fushë, është pjesë e lojës, kurse ky tjetri është vazhdon me një lloj neokomunizmi që përdor atë elementin e frikës edhe elementin armiku i brendshëm, armiku i jashtëm. Shiko se fajna e kanë këta, se
bota do ishte vend më i mirë, po mos ishte kapitalizmi, po mos ishin hajdutët, po mos ishin këta. Kështu që neve jemi ajo, po se në koncept kjo është, domethënë edhe në kohën e Enverit ideja ishte që ne jemi më të mirët, ky është sistemi më i mirë sepse kapitalizmi shfrytëzon njerëzit, bën këtë, ju përdor, e bën e lart e poshtë gjëra të tjera. Tash gjatë qia ka çdo gjë, puna është si Ne jemi më i mirë se kjo e keqja e madhe që ka bota. Okej? si bin ti që ti e variant më i mirë, pra se duhet i bindesh nga ana tjetër që ti e më mirë, se mirë ata janë ajdut, po ti do vjetësh. Menin fare. Mbas sa duket, domethënë, Sala dhe këtë morë dorën, domethënë, qenurit në opozit, edhe tash ndoshta rrezik për tonë edhe mendon me vetë të kush rri bot kryeministri, futet Andralla, më mirë po rrin në opozit, po bëj vetë. Ai futej i pension. Jo, më hap tu ke domino. Ta edhe një 80 të ca vjeç. Po luaj pension në plak. Moshës time, po luaj domino këtu, po shaj këta, ikin darkët shtëpi, fus ça bugi, gjum, shoh televizor. Jo, më hap, mor pension apo. Do të thënë marr ato lekë që mi qendra tregtare për ta marrë opozitën kështu, rrupall. Si të thuhet që. Që të legët ai 80 ca vjeç. Edhe pa tjetër. Është shumë domethënë Unë me çka kam parë do thoja që target audienca në këtë rastin e partive treta për shembull, që target audienca supozoheshe të ishte elektorati gri, është keq kuptuar. Sepse i është dhënë një njëjti mesazh siç i jepet dhe pjesës tjetër që tani shkon e voton, që është ata janë ajduta, ne si jemi, sepse si jemi provuar akoma. Nuk pi ujë me ai mesazh. Unë nuk e di pse e përdorin akoma. Kam shkruar disa herë në LinkedIn për këtë gjë, nuk e marr vesh kush është ai që i sugjeron këto gjëra, sepse këta kanë një ekip njerëz, merrni në ekip njerëz me dije, paguni vëlla, paguni. Unë e kam vënë, duhet paguash, merr njerëz të zot që të thonë gjërat vërteta në sy, ty si kryetar, ja ke fut kotër plak. Nuk bëhet më me ai është ajdut nga mjesi deri në darkë dhe pastaj unë jam zëngjin qinq. Pse? Se unë kam pasur një punë, po punë kanë të gjithë. Dhe pak a shumë e dim që edhe në ato punët tona krehim në gjë, bëjmë në gjë tash. Populli shqiptar e kupton këto. Vjet këto white lies, këto të vocklat. Çështja është si do e bësh ti që të fusesh më shumë lek në xhepin tim. Pra, do ishte më bukur, më estetikisht lezetshëm, që në mesazh të thueshe Shqipëria në Europë, siç e thot giganti i madh jon, Edi Rama, është që Shqipëria të jetë turizëm, të presi këta europian, ata të bëjnë pushime me çmime për tokë, na shfrytëzojnë, të shojnë edhe gjithë që kanë Ruanda, që kanë azilantë, të na çojnë të neve të themi se ja kemi borç. Shqipëria është uli kokën, uli undën, edhe kështu të futet me të shërbyer. Kjo është mesazhi. Ata që do tonin ata ishte se Shqipëria nuk shkon larg vetëm me turizëm, shkon vetëm me teknologji. Ne e dim që çdo vend që ka çmime të larta turizmi është sepse kanë teknologji. Unë kam punuar në turizëm, unë e di se çfarë flas. Izrael, Kaliforni, gjitha vendet ku bëhet teknologji janë çmimet më të larta për të qëndruar në hotele. Kështu rritet çmimi i hotelit. Duke rritur ekonominë me teknologji, nuk rritet sepse je Maldivet. Më Maldive je, më për tokë i ke çmimet, më për tokë do i kesh edhe rrogat, e do i shfrytëzosh më shumë njerëzit që jetojnë aty. Shkosh flasësh ti me njerëzit që jetojnë në Maldive, janë onën. Duan gjithë të ikin nga Maldivet. Rinë aty vetëm sepse nuk kanë mundësi. Nuk të çon larg ky vizion turizmi ekonomik. Nuk të shon, kupton? Dhe kjo është, pra, mund ta kishin kap në një aspekt të tillë, po e kapën tek ai është ajdut. Okej, ti mund të jesh më shumë, ti s'po na thua, domethënë, kapesh në një gjë që nuk ka garanci që ti s'do vjetësh për shkak. E morën vesh që ata janë ajdut, se është bërë kjo si me qenë shkencë raketash që kuptove që po të vjedhin. Po më vjedhin sy të hapur se kanë pushtet, valla, du me vjet. Arsyeja pse ka një arsye që pse përveç interesit personal të njerëzve që votojnë për qendrën tregtare ose për dyqanin, populli sado i pashkolluar me qenë ka në ndërgjegjen në subkonsciencën e tij të mbrapa kokës ka një mekanizëm që arrit të dallojë atë robin që s'ka për të qullos gjë. Nuk ka nevojë as ti thush as qa plani ke, as se si është njoni, as si është tjetri, as qa
ai të shef të peshon direkt dhe thotë vete çfarë është ky, kupton? Nga njëra nga sido që të jetë qendra tregtare, të paktën ka një mekanizëm funksional të hierarkisë, të mënyrës se si i prezanton gjërat sikur kush e di çfarë është bërë, dhe ka krijuar disa kollajliqe që kur them disa kollajliqe, flas në rrugët, ca sisteme pune, ca risi, ka sjell ca gjëra, domethënë që më përpara nuk po them që nuk ekzistonin, po tani kanë kaluar shumë vjet. Janë investuar shumë para në rrugë, në infrastruktura të tjera. Nuk ka rëndësi se çfarë cilësie kanë punimet edhe se çfarë leku është vjedhur. Në momentin që janë krijuar disa ekuilibra të tipit që ne jemi mësuar me këtë lloj të keqeje, njerëzit nuk e kanë fare të kollajt të votojnë për dikë tjetër që nuk e dim fare se çfarë do sjellë plot. Që është komplet i paparashikueshëm, që do prishi gjithë ekuilibrat. Për shembull, mbas 12 vjetësh që ta zëm, dikush ka një biznes i cili ky personi mund të jetë demokrat, nuk ka lidhje fare. Ky personi ka 12 vjet që ka i biznes. Dhe mbas 12 vjetësh që ka i biznes, ai ka krijuar lidhjet e veta, ka financieri, ke taksat, ke gjonat, Tatimet. ke mund sjellë, ke tatimet, mund të ke 2-3 njofje që e ndihmojnë për një lloj procedure caktuar, a kupton, këto janë një lart e poshtë, mund të ketë një 2-3 marrëdhënie që në shtet, jo se çdo biznes i ka këto, po vetvetiu ti duke qenë biznes, je i prekur nga këto. Edhe ky, edhe sikur të doj, edhe sikur ta urrej PS-n edhe çfarë lloj gjë që po PS-ja me vjedhje, me Allish Berisha, me to personazhe dhe me to gjonat, ai thotë që o plak, pakën me këta kam kriju një lloj kam një ecuri në biznesin tim, e di si më shkojnë gjonat. Ndërkohë që po erdhi ky tjetri, do heqi të gjitha nga puna, do vinë njerëz të tjerë, do fillojnë ta ndërtojnë Ta nga ke dorë më të rëndë. ka dorë më të rëndë se ka 12. Domethënë që s'ka si lloj, edhe njerëzit, domethënë edhe prandaj dhe ka rënë interesi në kuptimin e bie gjithmonë interesi për zgjedhjet edhe për fushatat, edhe shkojnë dhe votojnë ata që kanë interes të drejt për drejt personal, ose që janë në punë, pra në votime shkojnë ata që janë në punë dhe që kanë interes financiar të drejt për drejt, ose ata që nuk janë në punë dhe kanë prap një interes financiar drejt për drejt, se shpresojnë që me ndryshimin e pushtetit ta do kapin një cop nga torta që do jetë. Okay? Pra ti po thua me kalimin e kohës, masi ikën shumë interesi, motivimi, referral dhe affiliate vjen në plan të parë. Këto mënyra provimi. Normal. Domethënë që është tamam biznesi, pra çështja e interesi. Dhe marketingu është bërë në këtë aspekt. Dhe qendra tregtare ka po marketingun të drejt për drejt dhe me një ofertë konkrete, që kjo është oferta, 7% ulje, 200 euro biznes, 200 euro pensioni minimal. E vën me shtrëngim dorë. Okay? Sy më sy. Kurse ky tjetri vjen me atë mesazhin tipik që liderët a kupton që nuk thotë asgjë, ne jemi lider që nga 1990, a kupton? Vetëm ky është mesazhi tyne. Që nga 1990. Edhe kjo pjesa e marrjes atit Civicës që është marrë me fushatën e Trumpit, u bë një lloj si hypje kalit të Trumpit, që Shqipëria nuk i ka këto probleme. Ktu është çështja, se nuk i ka problemet që ka Perëndimi, që ka Amerika me imigracionin. Pra, ata në momentin që këta kanë bërë këtë gjë, nuk kanë kuptuar dhimbjen e vërtet këtej. Pra kanë pasur një kështu ignorancë totale se çfarë po ndodh në Perëndim. Ora, nuk kemi asnjë lloj dhimbje, këtë do të kuptojnë. Ne nuk kemi asnjë lloj. Ju jeni rehat. Ne jemi rehat. Çfarë bën rehat? Vetmja gjë që duhet t'i ofrosh këtij tregu është çmim sa më i ulët dhe një mundësi që ai të ankohet. Nëse ja ke ofruar të dyja, i ke kënaqur. Janë dy aspektet të mëdha të psikologjisë të njeriu që janë. Njeriu mund të jetë ose i lumtur,
ose i kënaqur. Nuk mund të jetë dhe i lumtur dhe i kënaqur. Edhe ti si profesionist. Pra, nëse ti je i lumtur, ti ke arritur që të gjitha ato objektivat e tu si profesionist, parat, klientët, dhe tani ti do të luftosh për më shumë. Në momentin që ti lufton për më shumë, ti nuk je më i lumtur, sepse të mungon arritja, por je i kënaqur sepse je i kënaqur me këtë arritje, do të arrish diçka tjetër dhe më shumë. E kupton? Dhe nuk mund, ndërkohë që nëse ti je i pakënaqur me atë që ti e di që Ti thua kur e ke bler lirë, kur e ke bler më të lirën, mos huan kohë. Po edhe në kohë ndërkohë. Normal, je i kënaqur. Je edhe i lumtur. Ke kapur atë. Kënaqi që e ble më lirë. Edhe Po pastaj edhe do ankohesh. Dhe këta nuk kanë nevojë, njerëzit nuk kanë nevojë as për të ardhme, as për lek, as për ta duan vetëm mos i bezdisesh, të jenë rehat, a kupton? Të mos sforcohen për i gjë më të mëdha, të kenë atë çapën e bukës, edhe të kenë mundësinë që të shajnë. Të shajnë njëri tjetrin, të shajnë politikën, jo po këtu po, jo po këtu zbohet, merr me thashë theme, a kupton? Ta ankohen që s'kemi lek, ndërkohë që i ke të gjithë rrugëve super makina. Edhe këta që thonë që po të shohësh për shembull çfarë bëhet në rrethe, që janë dhe në rrethe me të menë edhe është zbrazur, thonë që kanë nike, që bën pa shumë korç, domethënë ishte tragjedi e madhe. Nëse mos i futemi këtu në muhabete, dhe çështja është që tregu është kthyer në një segmentim të madh brenda dy grupimeve akoma dhe më të mëdha. Dhe segmentimi janë 3 kategori njerëzish. Ata të rinjt që s'kanë ikur akoma, kjo mosha e mesme që janë me punë ose me biznes, qoftë në shtet, qoftë kanë ndërtuar diçka, kanë ngec këtu për një mirë arsye, edhe pastaj këta pleqte dominove dhe ta që kanë lënë fshatin kanë ikë në qytet se punë e tyre domethënë edhe tani s'punojnë e nuk bojnë, shajnë o njërin palën tjetër, janë ose me njërin palë ose me palën tjetër që për 30 vjetësh edhe nuk ndryshojnë mendim në botë. Ato janë kategoritë e njerëzve domethënë që janë zgjedhje. Edhe shkojnë të marrin pjesë te ky marketingu i madh.